mëngjes, ne po ikim në plazh, kemi marrë edhe qenushën sot. Jemi bërë gati, po presim Endrin ta të marrë kafe edhe të ikim. Two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all, kam plasur vdiqja, aq nxehtë është duket, po shkuam te konsultoria për të bërë Ola vaksinën edhe bërë, ju bë shumë mirë. Ja. Bravo. Pastaj normal nuk them të dyqani se do të blinte lodër, bleu këtë topin për të lodhur të detit. Naram. Bleu dhe këto format për të bërë akullore. Ka një formë me putër, këto teja janë akullore. Forma akullore. Ti të bëjmë qik videon, pastaj do bëjmë akullore me këto. Një patati nga këto, Haribo, akulloren, porën vetëm një se nuk ishim shumë, edhe ju kam thënë që adrola sa të ketë aq ha. Salqiqe, një të madhe, një të vogël, ora dhe një makaron kështu që të bëjmë tavë me pul me makarona të skuqura. Kështu po t'ju tregoj të fortën. Ngelëm tek shkallë. Kemi ardhur Chelsea te makina. Edhe tani porim po presim Endrin këtu, të vitën ai sjell. Jashtë, të shkallët e panotit. Shkuam të dyqanet, ne mbaruam punë, kur dal nga dyqani, bëj të kërkoj Chelsea, nuk e kishte. Vera poshtë shqyr ishte hapur, edhe nuk ngelëm jashtë fare. Shkuam tek ashensori, pritëm pak mos vinte dikush që të ngjiteshim lart, nuk erdhi njeri dhe i thash Olës të ngjitemi në këmbë, se donim të kapnim internetin. Nuk kisha më çati shkruaj Endrin ndryshe. Kështu që u ngjitëm lart në këmbë, e kuptoni ju gjithë ato kate. I shkruajtëm Endrit edhe pritëm diku tek 10 minuta ndoshta dhe erdhi. Na solli Chelsea, na hapi derën. Nese. Të ndrojmë tani se plasa vdiqa. Akulloret i bëra. Shpresoj që të dalin tani nga ajo forma, po besoj se do dalin, se kam bler edhe njëherë tjetër. Nuk e mbaj mend të them të drejtën ku i kam bler. Po nuk dilin nga që ajo forma ishte plastik. Kurse këto janë silikon dhe besoj që do hiqet edhe do dali akullorja, po gjithsesi të shikojmë. E rëndësishme është që unë e provova e bëra. Të ndrojmë se vdiqa plasa. that girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust.
Sa ti të bëm pa ullur edhe pa folur kështu me ju. Nuk kam kaluar ditë të mira, por nuk dua të flas shumë për këtë gjë këtu. Thjesht dua t'ju them që flisni me mamin, me babin, me të afërmit, me shoqe, me shok, me të gjithë njerëzit, që një ditë mos t'jetë shumë vonë. Gjithë të kohë nuk kam filmuar sepse nuk kam qenë në Terezi, por e mora guximin ta hap edhe të vazhdoj aty ku e kam lënë. U mundova në fakt të filmoja dhe javën që kaloi, kur ishim në plazh. Jeta vazhdon, me shumë dhimbje brenda, por vazhdon. Sërish nuk munda ta vazhdoja, kështu që sot po e hap, sepse nesër duam të bëjmë një aratisje të vogël për të hikur nga kjo gjendja. Nuk gjej as fjalët sepse nuk dua të flas shumë për këtë. Por që po, do bëjmë një aratisje të vogël nesër dhe themi që të qëndrojmë në det me kamping. E thash po e hap që sot, nesër t'ju marr me vete. Më duket sikur kam harruar edhe të filmoj, edhe të flas, nuk e di. E kam nisur 4-5 herë këtë video, gjatë pjesëve që shikoni ju kam daluar shumë herë. Nuk e di ku e kam lënë, nuk e di çfarë t'ju tregoj, nuk di më asgjë, por do e vazhdoj ma vash aty ku e kam lënë. I kam futur këtu të gjitha këto gjërat që nuk kam mundur të tregoj gjithë këto ditët, por kam këto pakot që më kanë ardhur nga Temu. Nuk kanë shumë gjëra, po do ja tregoj. Gjithashtu kemi qenë prapë të dyqanit e Sinsay, kemi bler disa gjëra. Kam bler këto përmbesat, është një kështu kafe, edhe këtë të verdhkën, edhe këtë fustankën, shumë i bukur. Do ja u dërgoj besave. Tjetër mora edhe këtë kapsën, po këtë e kam përdorur. Kjo ishte 500 lek, kishte shumë ulje të Sinsay. Mori me ndrica gjëra, mora edhe një par sandale për Adrolen. Do ja u tregoj edhe ato. E pastaj kemi pakot nga Temu. Nuk ka shumë gjëra që unë i kam hequr, do me thënë i kam përdorur këto ditë. Kam marrë këto për flokët, një të bardhë, një gri dhe një roz, edhe këtë cezën që e kisha vendosur. Okej, janë pak këto holla, po lezetshëm. Për mua që nuk është se i mba shumë, okej. Ka marrë këtë, ja, ka këto për t'ja vendosur pjesës të karikusit, këtu, që mos të prishe, se zakonisht na përthyen këto pjesët e karikusit. Unë i mora për shumë për kufjet, sa ato më prishen gjithmonë, ato me kabull, me tela. Kjo, nuk e di e kujt është kjo, këtu kam një 2 kapsa të vogla, me blet, këtu i kam marrë për mbesën, këtu nuk kam me gjë. Këtu. Kjo pakoja në fakt është për bashkëpunim në Instagram, si influencer, po ja u tregoj shpejt e shpejt, është kjo. Është për ta vendosur te koka, për Lolin, për Adrolën, me zemra, shumë e bukur. Tu kam një varse, është kjo, shumë e lezetshme edhe kjo. E mora për tani në plazh, duket bukur. Edhe këtë kapelen, që në fakt nuk është se më pëlqeu aq, sepse erdhi në formë shumë të keqe dhe unë tani nuk e di si do e rregulloj këtë, që të mundem ta vendos. Ka dhe këtë kështu. Nuk e di si do ja bëj kësaj. Nuk shumë më pëlqen si model. Edhe pakoja e fundit, ku janë gjërat, pjesët e gjërave që unë i kam hequr. Tu kam një palë syze, që janë këto syze që i kam marrë edhe herë tjetër. Kanë edhe kështu, edhe këtë manual përdorimi që nuk e kuptoj për çfarë duhet. Po nejse, janë si ato që kam marrë dhe herën e parë, po këto janë me xhamat kafe, shumë të lezetshme, shumë të bukura. Tjetër, kam marrë klëp jastërku, janë këta këtu. Duken shumë bukur, por që unë mendoja se këta e kishin kështu 3D, por nuk e pas kanë, janë thjesht. Po nejse, duken lezetshëm. Mora 2 për t'i vendosur te jastëkët, te 2 jastëk. Ka që ishin këto. Ka marrë edhe gjëra të tjera, por që do ja u tregoj avash, sepse janë shpërndarë në shtëpi. Ne ishim jashtë, bërim një xhiro, po e hapa tani sepse do ju tregoj këto bizhamkat që kam marrë. E mora pakon dje, po dje. Edhe janë këto. I kam veshur,
se nuk rria do pa i deshur, pa i provuar. Mund të them që janë pijamet më të bukura që kam pasur edhe që kam parë. Shikojni që si janë këto të poshtmet. E kanë këtë copën shumë të mirë, si saten, le të themi, po janë yll të bukura. Edhe bluza është shumë e mirë, shumë e lehtë, është e gjerë, nuk e keni iden sa bukurim veshur. Janë yll, po yll të bukura, do ju le ndonjë kod që mund t'i gjeni, se janë super. Po, ky model del shumë te Temu, kështu që nëse shikoni merreni se më duket se nuk ishte më shumë se 3500-4000 lekë, kaq duhet ta kem marrur. Yll të bukura, yll. Do ndrohem tani se u lova. Jemi të dyja me Olën, Endriku të shkojnë ndeshjen. Unë nuk jam as pak fan se futbollit, fare. Kështu që ne do rrim në shtëpi, do shkojmë ndonjë video dhe okay, jemi mirë. Si ta bëj video? Po jo dashuri jo, po je vogël edhe del pak te videot. Kur të dash e madhe do dalësh shumë, okay? O da shumë? Po, tani je vogël të del pak. Do. Tani do thoni që sigur do shkoje në kamping. Nuk shkuam, sepse të shtunën quam mamin në aeroport. Pastaj u kthyem tek një supermarket që ishte hapur në Tiranë dhe kishte goxha oferta të mira, morëm disa gjëra. Pastaj u kthyem në Tiranë, shkuam morëm çadrën te një shok i Endrit. Derisa u kthyem në shtëpi shkoja diku te 3:30, gati nuk kishim asnjë gjë, kështu që derisa të beshim gati, derisa të shkonim, plus që u lodhëm shumë, plus që duhet të shkonim te magazina e punës të Endrit se kishte diçka për të bërë aty. U lodhëm shumë, erdhëm në shtëpi, mua më ra kështu si nuk e di si putje. Direkt sa erdha ushtripa i thash Endrit e diçka do e lem, do ikim javën tjetër. Me kësmet mund të ikim të shtunën mbas dite ose javën tjetër pastaj. Duke parë edhe duke bërë gjithmonë. Është e diel, unë nuk kam filmuar, nuk e mbaj mend që kur, domethënë çfarë dite ka qenë. Edhe pse ndoshta kemi bërë gjëra për të filmuar, po siç jam unë që harroj që po bëj një video. Sot unë nuk dola fare, shkoj Endri me Adrolën në pishina, edhe Adrolën si për herë të parë në pishina i pëlqeu shumë. Besoj se do e çojmë edhe herë të tjera, unë nuk shkova se e kuptoni, të paktën çupat më kuptojnë, dhe janë në shtëpi, nuk kisha interesi për të shkuar, sidomos në pishina. Bëra një video të shkurtër për ta postuar në Instagram, TikTok edhe Shorts në YouTube. Besoj se duhet ta keni parë. Tani që do dali ky vlog, aty kam marrë edhe Barsen. Tani po pres që besoj që ta provohet. Edhe po thash ta hap tani të flas pak, duke qenë se kam kohë, edhe çfarë kisha kohë, po u mora më shumë me videon. Tani Endri ka shkuar në supermarket dhe u tregoj qa mund të na marri. Adrola po fle këtu se ishte super lodhur, edhe që nushja po fle. Këto ditë ka qenë të merr vap me kondicioner se për ndryshe nuk ridot. Unë doja ta editoja tani këtë videon që të mundem ta postoj këtë vlogun, se u bën shumë pa postuar. Ky vlog mund të ketë zgjatur një 4 javë ndoshta, nuk e di, nuk jam e sigurt. Po filmoj edhe ndonjë gjë sot që gjatë natës të mundem ta editoj edhe nesër ta postoj. Megjithse sot kam shizën top për të parë unë, kurse Endri ka ndeshjen, sot është finalja e botrorit. Edicionet e tjera nuk është se i kam ndjekur, por këtë si vjet e kam ndjekur shumë. Kështu, ball fola tani, se kam 3 minuta që po flas aty.